Redi, duhet kaloj tek një temë tjetër, bëhet fjalë për konfliktin që ka ndodhur mes Drilonit dhe Xhenetës, ku Xheneta ka publikuar disa mesazhe duke aluduar që i ka shkëmbyer me Drilonin. Për këtë arsye, Driloni ka artikuluar dhe ka deklaruar që do ta hedhë në gjyq Xhenetën. Si e keni parë këtë konflikt? Është një situatë e cila vijon prej disa muaj, që kur Xheneta ishte e para që publikoi audio mesazhet që kishte shkëmbyer me Drilonin, e kam komentuar dhe e kam quajtur si një tentativë të dështuar të Drilonit për t'i bërë keq Xhenetës, duke e ditur personazhin që ajo është dhe nuk las një mundësi që t'i shpëtojë nga dora për ta kthyer në favorin e saj, siç ishte edhe ky rast me Drilonin, ku ajo e gjykuar shumë për lojën e saj të egur dhe për fjalorin një të dur në Big Brotherin e Kosovës, në këtë lidhje, në këtë çështje, mori një lloj mbështetje nga audienca dhe u gjykua rënd Driloni. Ka pasur një vendim nga autoriteti i informimit dhe i privatësisë, ku ndër të tjera i jep të drejtë Xhenetës dhe paditësi në rastin konkret që është Driloni, në vendim thuhet se Driloni e ka dhënë miratimin për t'i bërë publike këto biseda, pra deri në këtë pikë është Xheneta ajo që ka fituar, kurse Driloni nga ana e avokates së tij ka deklaruar që do ta vazhdojë në institucionet më saktë që japi vendime, pasi agjencia nuk jep, le të themi, dënim, po jep në raste më të zakonta jep një gjop, por shikon nëse është prekur privatësia, dhe sipas agjencisë nuk është prekur, pasi Driloni e ka dhënë miratimin e tij dhe ne ka qenë në dieni që po regjistronte dhe një ditë këto biseda do të bënin publike, ku edhe në një le të themi në vendim ceket edhe një frazë Drilonit duke i thënë Xhenetës që bëni se do marrësh audiencë. Nga ana e Xhenetës ka qenë më e drejtë për drejtë dhe më e hapur për të pasur një ballafaqim. E kemi parë që ka tentuar të kishte një ballafaqim me avokatin e Drilonit në një studio në Kosovë, por avokati është larguar menjëherë sapo Xheneta u fut në studion e Kosova Today, pra ka një lloj gërçi ose një lloj deri diku frike për të përballur me diçka që të dyja palët ka qenë në dieni se po u regjistronin, dhe nga ana tjetër Driloni është përfshirë edhe në një lloj paraqartësie ose ka nxjerrë një lloj mllefin në lidhje me Sarën. Të gjithë e kemi parë, unë e kam ndjekur Big Brotherin e Kosovës dhe kam komentuar shumë që nga dita e parë. Të dy ata janë parë në sytë e disa njerëzve si një çift që mund të krijonin diçka, por më shumë se miq ata nuk kanë qenë kurse si, edhe në postimin e fundit që Driloni kishte mbrëmë në Insta Story, e bëm përgjegjësi Sarën që nuk ka reaguar ose që nuk ka marrë përgjegjësi për mos të krijuar këtë lloj ideje në publik për t'i parë ata çift. Por duhet të jemi të sinqertë, se edhe nëse Driloni nuk do donte që të ishte ky lloj perceptimi, nuk do ta vijonte me ngacmimet që ka pasur edhe ku ka përfunduar Bigu i Kosovës, siç ishte në ditëlindjen e Sarës, që e filmonte apo edhe e uroi me një formë që edhe mbështetësit e tyre i dhanë shpresa për t'i parë ata çift, ndërkohë nga ana tjetër nga Sara nuk ka asnjë reagim, reagimi i saj i vetëm është që i ka bërë unfollow në Instagram, pra nuk e ndjek më. Ai ka treguar që ka 2 muaj që nuk ka pasur komunikim me Sarën, dhe sa i përket vajzës që doli videoja duke u pusur në Gjermani, sipas Drilonit është një video e vjetër që vajza në fjalë ka hedhur për të marrë ajo interesat e saj, por është e çuditshme se si kjo videoja erdhi fiks një ditë pas vendimit të agjencisë për informim dhe privatësinë, pra gjëra që nuk lidhen, dhe mendoj që është një lëvizje jo e zgjuar, por një lëvizje e cila donte që të turbullonte pak të situatën me Xhenetës, kjo video e publikuar. Ndoshta mund të jetë e vërtetë ai që thot Driloni që vajza në fjalë ka hedhur dhe ka qenë një video e viteve më parë. Kjo është ende duhet ta marrim jo shumë të mirëqënd, pasi veprimet të çojnë në këtë që u thash, që u bën një herë pas vendimit të agjencisë që i dha të drejtë Xhenetës për publikimin e audio mesazheve. Redi, a kemi informaciona, kanë qenë të lidhur ndonjëherë Sara me Drilonin?
Jo, kurse si jo, ata thjesht kanë qenë shumë të mirë, një dyshe që nuk është para në asnjë lloj edicioni Big Brother që ta mbajë njëri tjetrin aq mirë në një lojë ku ka pasur edhe ngacmime, ka pasur edhe drama të forta, por që kanë pasur lidhje apo që mund të kenë pasur tentative për të pasur diçka, kjo është 100% jo, nuk ka pasur në asnjë moment, thjesht mund të ketë pasur një lloj përqimi është thënë në disa prime të Big Brother që Sara ka qenë më shumë le të themi e interesuar ose ka pasur një lloj përqimi për Drilonin, por që të dy nuk kanë çuar ujë le të themi në këtë lloj situate për të pasur një raport love story. Të gjithë le të themi po shijojnë ato ditët e lirimit pas Big Brother, dikush duke punuar e dikush duke pushuar, e më kryesori dhe që ka vëmendje maksimale të showbizit dhe të degësve të tjerë padyshim fituesi, Gjesti, së fundmi ai ka treguar që është bërë pjesë e një labeli në Prishtinë ku aktualisht ky label ka në menaxhim Yll Limani dhe besoj që kjo ishte një lëvizje shumë e zgjuar nga ana e të dyja palëve për ta bërë Gjesi pjesë të këtij grupi, pasi mendoj që do të kemi në vijim projekte shumë të bukura, ndoshta edhe bashkëpunim me Yll Limani, një nga artistët më me vlerë që ka vendi jonë dhe shikoj të goditur. A kemi informacione se çfarë po ndodh me lidhjen Gjesti Egli dhe nëse po themi tashmë Egli ka shkuar nuse në qytetin e Gjestit? Duke përfituar nga rasti, duke qenë që sot edhe Gjesti ka ditëlindjen, ju urojmë edhe 100 edhe çdo të mirë. Lidhja e tyre ose më saktë janë apo nuk janë bashkë është tema më kryesore e marrëdhënies apo e interesi që ka showbizi por edhe degësit e tyre të pafund. Është përfolur që Egli është së bashku me Gjestin në Prishtinë, pasi ishte Egli ajo që disa ditë më parë postoi një foto në Insta Story duke treguar që është në Prishtinë. Nga ana tjetër një audio e një personazhi që nuk ka qenë pjesë e Big Brother, por që ka qenë komentues, që ka hedhur në Instagramin e tij është dëgjuar në prapaskenë zëri i Eglit dhe Gjestit, këto janë detaje që fansat e tyre të zjarrt që i duan padyshim bashkë i kanë kapur dhe e kanë parë si një vimësi të raportit të tyre dhe pse brenda shtëpisë nuk ka qenë ujërat më të mirë, por tani që janë jashtë besoj që dhe situatat janë më ndryshe dhe mund të jenë më mirë në shoqërinë e njëri tjetrit edhe pse nuk po e ekspozojnë në asnjë mënyrë, në asnjë formë, në asnjë postim, madje edhe reagimi që janë apo nuk janë bashkë, por elementet të çojnë që ata janë bashkë dhe po i shijojnë ditë të bukur. Dhe Loredana ka festuar ditëlindjen. Ajo çfarë është vënë re nga, po themi, ditëlindja është se ka pasur një urim nga Jozi. A mendoni që dyshja vazhdon të jetë ende bashkë pas përfundimit të Big Brotherit? Loredana dhe Jozi në asnjë moment nuk kanë treguar janë ndarë apo janë bashkë, nisur edhe nga situata në të cilën Jozi la shtëpinë e Big Brotherit në gjysmën finale, ishte një veprim që Loredana e ka dënuar, por surpriza ishte dje në ditëlindjen e Loredanës ku një urim e pati edhe nga ana e Jozit, sigurisht që ndjenjat nuk shuhen aq lehtë dhe nuk e di nëse kanë pasur takime apo jo, pasi që të dyja palët kanë qenë shumë të rezervuara dhe nuk kanë ndarë asnjë moment nëse janë takuar apo jo. Edhe nëse janë takuar, besoj që nuk kanë se si ta tregojnë në këto momente, pasi trysnia ndaj Jozit është paksa negative dhe do të gjykohet Loredana, e cila është gjykuar dhe brenda shtëpisë për veprimet që ka bërë, që i ka besuar dashurisë dhe jo fjalëve të babait të saj kur i tha që Jozi nuk është për ty, largohu nga ai. Mua më pëlqeu si veprim, me thënë të drejtën, që e uroj dhe tregoj një lloj vlerësimi dhe një lloj gentilese e një njeriu që në fund të ditës gaboi në lidhje me Gjestin, por nuk ka gabuar në lidhje me Loredanën dhe një urim ishte i bukur dhe i pritur në një ditë të bukur për Loredanën. Pak ditë më parë, një festë e madhe ishte ditëlindja e vajzës Luizelli dhe Kiara Titos, Luna Mari. U panë shumë personazhe të njohur publik dhe jo vetëm. A kemi ndonjë informacion se ka pasur ndonjë mungesë të këtyre personazheve që ndoshta nuk kanë qenë pjesë e festës, që mund të kenë rënë në sy?
Ishte një festë e cila tërhoqi vëmendje dhe u bë virale kudo, një festë e bukur, magjike. Ende u ndjente dashuria si në ditët e para të çiftit Luiz dhe Kiara. Pjesë e festës, më aq sa unë kam parë, ka qenë miqtë e tyre, bashkëpunëtorë dhe kolegët e tyre, nuk ka pasur të një mungesë që mund të përbënte lajm, ka qenë rreti që i duan dhe që i duan, pasi fjala ishte për ditëlindjen e 1 vjetorit të Luna Maris edhe nuk besoj që do të kishte vend për keq kuptime apo për të krijuar apo për të shitur lajm për mungesa apo për ardhje të personazheve. Për mua ishte një festë magjike që e shijuam edhe ne duke e parë nga rrjetet sociale, ishte diçka e bukur. Redi, shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit, kënaqësi.